që në këtë fundjavë në episodin e radhës me zotin Driton Tali, njohës mjaft I mirë I çështjeve të gjeopolitikës, të marrëdhënieve ndërkombëtare, por edhe I periudhës së shkuar, do të flasim sot për një periudhë që nuk njihet shumë nga brezi I ri, për atë të Titos dhe pushtetin e tij, pra atë që ka bërë në Kosovë. Rënjën e Rankovićit, kushtetutën e 74-s, por më shumë tek Tito, raporti me Enver Hoxhën, premtimi që I dha për Kosovën, konferenca e Bujanit, çfarë ndodhi pas saj, pra gjitha këtë çështje si duhet ta njohë dhe çfarë duhet di brezi I ri, deri tek edhe mund të themi ajo që është interpretuar edhe në media dhe shkrimet e shumta pas vdekjes së tij, edhe testamenti I tij për shqiptarët. Zoti Tali, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje të gjithë atyre që do të na përcjellin. Shpresojmë se do të jetë emision interesant. Po, është një figurë që tani çfarë duhet di brezi I ri, sepse shkrimet janë të shumta, ndoshta edhe nga nostalgjikët e tij, një pjesë edhe ata që janë kritik, edhe ata që shkruajnë realisht atë që ka ndodhur në atë periudhë, pra të vërtetën e historisë. Po, në gjykimin tuaj, kush ishte dhe çfarë bëri Tito, më shumë mirë apo keq për shqiptarët në Kosovë, por edhe pjesën tjetër të trojeve? Po është një figurë komplekse, padyshim, është shumë kontroverze. Periudhën e parë të tij revolucionare ishte kriminal, gjithat konceptin e kriminalit, përkufizimin e kriminalit e plotson, vetë ishte vrasës, por edhe në mënyrë indirekte ose bëri që persona të ndryshëm të vriten ose urdhëroi që të vriten. Një kohë ishte udhëheqës bashku me bullgarin Georgi Dimitrov, atë sektorin e Kominternit për Ballkanin. Dhe atë pozitë shfrytëzoi shumë sidomos për vete, gjithë ata revolucionarët e mëparshëm jugoslav, kryetarët e Partisë Komuniste të deriateshme, si Sima Markovići, Josip Qižinski, të gjithë ky sipas dokumenteve të dalin se ka ndërhy për likuidimin e tyre, sepse ata vriten në kohën e pastrimeve të mëdha, dhe të gjithë janë ftuar në Moskë, dhe pastaj likuidu Qižinski 37, Sima Markovići 39, do të gjithë konkurrentët e tij me anë të përshkrimeve siç ka qenë atëherë zakoni, duke shkruar gjërat pa qena, ato që ka qenë duke I hiperbolizu e kështu me radhë. Pastaj gjithnjë po I referohem tash këtij Perasimiqit, ka disa libra, unë 2 ja kam lexuar, të bazuara në dokumentat e Kominternit. Tito ka qenë udhëheqës I ashtu quajturit sektorit 4 në luftën civile të Spanjës, e cila është marrë me likuidimin e Trotskisëve, sepse në atë kohë ka qenë agent I NKVD-s me nofkën Valterville, 44-ën, kur shkonte Stalini me delegacionin nga Visi, nga Vivesa, me delegacionin e komunistëve jugoslav, me atë ajkën atëhershme, Gjillasin, Kardelin. Stalini asnjëherë nuk e ka thirrë me emrin Tito që e ka pas këtë nofkën e luftës, po gjithmonë me Walter, për t'i tregu se unë jam baba ytë, baba politik, gjithnjë po flasë. Pastaj 1944, 45, 46, jo vetëm se në Shqiptar, po në gjithë Jugosllavinë
bëhen krime me urdhër ti, gjithmonë. Pra, kur ka filluar që të merret pra që shqiptarët të kenë etiket pra me krimet me vrasje ndaj shqiptarëve, ke dorën? 44 fillojnë këto që me konferencën e janë 42-43-shi. Po mendoj se konferencën e Bujanit më shumë ne e kemi fryrë se që zakonisht ka pas ndonjë influencë. Keni parasysh, edhe Zogu, edhe Enver Hoxha, Shqipëria ishte 1 milion banor. Domethënë, supozojmë se të gjithë ishim trima, të gjithë ishim të armatosur, 1 milion banor ishim. Jugoslavia në këtë kohë kishte dikun 15 milion gjysmë banor. Prandaj edhe Zogu injorua në Londër, asnjëherë nuk u marr seriozisht nga Churchilli, edhe pse i pati disa takime dreke me Churchillin. Gjërsa mbreti Aleksandër i Jugosllavisë ishte i pranuar si mbret. Pastaj kontaktet me ishin pak, sipas historianëve, Tito i premtoi Enver Hoxhën për Kosovën, për djallat. Që shqiptarët të bashkohen me këtë duan. Jo. Kushti ka qenë dhe këtu është ajo farë thyrja me Stalinin. Kushti ka qenë që Shqipëria të bëhet Republika 7 dhe këtë epohën edhe Josip Xhexha ka qenë përkthyes, është arbresh i Zarës në takimet mes Titos edhe Enver Hoxhës, ai ka qenë përkthyes. Edhe ai e vërteton atë, po edhe të tjerët e ki, edhe Gjillasi pashtu e pohani gjë të tillë, që kemi qenë gati për t'ja bashku Kosovën, mbase edhe pjesë shqiptare të Maqedonisë, me kusht se Shqipëria bëhet Republika 7. Bile në mars, nëse s'gaboj me 14 mars të 1948-s, edhe Byroja Politike e Shqipërisë, Partisë Komuniste e Shqipërisë, deklarohet pro bërjes bashkimit të Shqipërisë si Republike 7 Jugosllavisë. Pra, merrim Kosovën, po ndërkohë futeshin në Jugosllavi. Në Jugosllavi, po. Ky ishte kushti, ishte edhe e pranuar nga esnafi politik i Shqipërisë deri në atë kohë, derisa duket si kurt, them, si kurt, si grac që u japën Kosovën. Po tash ne mund ta diskutojmë, a do të ishte më mirë Shqipëria të bëhej Republika 7 e Jugosllavisë? Fjalën tek ajo, po si kurth nga serbët që ne Kusht, jo serbët. Por jo serbët, serbët ishin kundër, keni parasysh. Në 1944 për shkak të çetnikëve, derisa Rankovići me elitën e tij, me Jovo Kapicićin, me Kërcunin, Slobodan Penezićin, me Svetislav Čečën, Stefanovićin, pra këtë kjo ekipa komuniste serbe nuk i pastroi Serbin nga çetnikët, me zërjen e Draža Mihajlovićit, nuk ishin edhe aq të fuqishëm. Dominant ishte Tito dhe Stalini. Stalini dihet se nuk kishte komsi, ai ishte i grupit Georgian, apo Gruzian si që thonë atje, por ishte internacionalist, ne mund ta quajmë Stalinin çfarë të duam, por ishte internacionalist. Pra, këta globalistët e sot që jemi qytetarë të Europës. Ai ishte i botës, ishte tamam me atë si them, atë parollën e komunizmit, proletarët të gjitha vendeve bashkohen. Kjo ashtu ishte, pra, edhe Tito tash. Edhe disa fjalë edhe Tito do duhet të flasim në këtë aspekt. Edhe Tito ishte i tillë. Tito nuk ishte shqiptarofob sepse shumë antititist e paraqesin si të tillë. Nuk kishte ndjenje raciste ndaj shqiptarëve, nuk kishte ndjenje raciste ndaj askujt. Pra, ambicjet e tij të smura,
i ngatrojnë me racizëm. Gjithnjë flas te kjo pjesa e shqiptarëve disidente. Edhe unë jam një nga pjesëtarja aty në familje që ne në Jugosllavi ishim një feshim si enverista. A keni parasysh, Enveri i Jugosllavisë ka qenë tjetër nga Enveri aktual në Shqipëri. Pos që të dy ishin të bukur, të gjatë, gjëra tjera të përbashkëta nuk ishin. Ne krijuam një Enver Hoxha për nevojat tona, me shqiptarët e Jugosllavisë, pra jo vetëm se të Kosovës. Prandaj kur flasim për Enver Hoxhën e shqiptarëve të Jugosllavisë, duhet dallu sa ishte tjetër, që nuk ekzistonte. Po ne krijuam për nevojat tona, për ndryshe do të asimiloheshin. Sigurisht, më shumë se që u asimiluan në Jugoslav. Pra, Tito nuk ishte racist. Nuk ishte racist sepse ai është produkti, themi, i një babe kroat dhe i nëne slovene. Maria Javoshek është quajtën atij, Franjo Broz babajti. Pra, një familje as klasë punëtore nuk kanë qenë. Pra, ta përdorim. Mos ndjesë ju ndërprerja, mos ndoshta po e relativizoni sepse duke krahasuar me Rankovicin dhe Miloševićin para dhe pas Tito ishte apo jo? Ja. Shiko, Tito ishte diktator, si që ishte Stalini, por nuk ishte racist, këtu deshta të them. Pra, nuk ishte racist, sepse racisti nuk lind, krijohesh racist. Racizmi është si produkt kulturor, jo gjenetik. Atë deshta të them, pra, Tito lindi në një familje që Marx ju thot dhumë proletariat, si ishte as klasë punëtore, babani kishte pianec, kishte komargji, ishte familje madhe. Prandaj edhe fëminin, se jo rinin, e kaloi te gjyshi dhe gjyshja në Sloveni, për shkak të fukarallëkut. Bile kur kthehet si 9 vjeçar për ta kryer shkollën fillore që ishte obligueshme në Austro-Hungari, ai ngel klasën e parë sepse kishte harruar kroatishtën. Edhe panjetën e tij, serbishtja e tij, kroatishtja e tij ishte e veçantë. Prandaj edhe disa kanë ngritur atje lloj tregimi prall atje se jo ishte polak, jo ishte hebrej, gjermanisë e tjera. Pra, ajo rrit në kohën e Belle Epokës në Austro-Hungari, kur shqiptarët bile paraqiteshin, ishte Milan Shufraj në atë kohë, neve paraqiteshin me ngjyrë të mirë në Austro-Hungari. Po flasëm 1800, ai ka rinë 1892, pra flasim 1901-2-3 kur fillon si fëmijë të shkon në shkollë, të ndëgjoj pak më shumë. Pra si 10 vjeçar, 11 vjeçar. Edhe nëse kishte dëgju diçka për shqiptarët, ai do të kishte dëgju gjëra të mira. Ishin ambicjet e Austro-Hungarisë për ta dominu tërë Ballkanin, për ta futur edhe Shqipërinë sepse i smuri i Bosforit i të shpirt, Perandoria Osmane. Domethënë, ngritja e tij është kaj tjetër nga i moshatarëve të tij serb, të cilët pra u rritën me racizëm ndaj shqiptarëve, me mësimet e Vladan Đorđevićit, Cvijićit, Jovan Cvijićit, këtij Piroçancit e të tjerë. Prandaj them se Tito nuk ka patur ndjenja raciste ndaj shqiptarëve. Për te shqiptarët kanë qenë, mund them, mjet kushurimi. Kur i është dashur Rankovići, neve na kalon ushqim për racizmin serb, kur ne ju dashtëm për me rrëzu Rankovićin në atë farë plenumin e Brioneve, me një korrik, 1966, na përdori edhe neve, bile është një kuriozitet, fjalimin hyrës, kjo vlen për shqiptarët e Jugoslavisë, por edhe për këta të Shqipërisë londineze që kanë një uri.
fjalimin hyre se ka pas Ali Shukria është. Para mendoni se çfarë maskarade ka qenë ai plenum atë. Ali Shukria të shqiptarët e Jugosllavisë njihet si Rahman Morina, pra një nga politikanët më kështu namzi që kemi patur në këtë periudhën komuniste jugoslave. Pastaj, ai ishte, do të marrëm edhe te martesa, sepse edhe aty njeriu tregon në një farë mënyrë individualitetin e tij. Gruaja e parë e tij ishte ruse, Pelagia Belousova. E dyta ishte austriake, hebreje, Jana Kenning. Pastaj e treta ishte slovene, Hertha Haas. Dashurinë e luftës dytë botërore që e kishte kështu, si që spjegojnë dashurinë, tamam dashuri, ishte sërbe. Zdenka Paunović, Davorjanka Paunović. Dhe gruaja e fundit ishte Jovanka Budisavljević, që ishte sërbe e Kninit. Fëmijë kishte me rusën, Zharkon atë madhin, dhe me slovenën, këtë Mishën, se t'ja është gjallë Mishën, më duket se është gjallë, Zharko ka vdek, e di se ka jo, do t'i kishte tash 100 e sa vjet. Pa, edhe kjo karakteristik disi e spjegon. Prandaj nuk mund thuhet se Tito ishte shqiptarofob. Por kjo nuk e arsyeton krimin e tij. Po, te kjo kisha te krimi. Tre aspekte të mira dhe të këqija në atë periudhë. Po shiko, dikun po ta lexu nga dikush që më ka ngel në kokë, po tash s'pedi, për Ahmet Zogun. Ahmet Zogu në fillim karrierës ka qenë, si më thonë kështu, gjakpirës, ka likvidu Kreka pa rival. Pastaj duke forcu pushtetin ka qenë më liberal. Edhe Tito kështu ka bërë. Tito derisa ka marrë pushtetin në dorë, ka qenë i pashpirt. Kushdo që ai ka mendu se ka deviju e ka pas i armik, pa marrë parasysh se ai ishte komunist apo nuk ishte komunist, ai ishte revolucionar, ai ishte nacionalist, ai ishte i djath, ai ishte ustash, ai ishte qetnik apo ballist apo këto nuk kanë çu peshë. Unë fillim e thash që udhëheqësit e parë komunist jugosllavisë, të cilët ai shihte si konkurrenti, meritat e tina janë për likvidimin e tyre. Qoftë Qizinski, qoftë Perasinici, qoftë. Pastaj është Adria Hembrang, një revolucionar kroat, i cili bile kur bëhet Tito kryetari Partisë Komuniste për Zagreb, atë e ka pas për konkurrent, pa i tërhiqet, thot, gjeneratave të reja t'ju jepet shanse, sepse Tito ishte më i ri. Dhe për shkak se Stalini kishte besim në Hebrankun, Tito i kishte frikë nga Hebranku se Stalini do të zavencoj me te, e likvidon. Por është edhe një karakteristik, nuk likvidoj të gjithë këta rivalet e vetë, nëse koka ti nuk i thonë të mi likvidu. Ta zëmë Rankovicin e la rahat. Edhe pse në fund vitet 50-ta kishte rivalin kryesor, pastaj fillim 60-tave kishte rivalin kryesor. Gjilasin, Milovan e burgosi, por nuk e vrau. Pastaj këta më të vëllshmit, ata mas poku të Kroacisë, Savka Dapčević, Kuçar, Mirko Tripalo, disa i burgosit, disa vetëm se i largojnë nga skena politike. Një ashtu bërë edhe me liberalet sërbë, Nikizicin,
Marko Nikizicin, këtë Latin Kaperovicin. Pra, nuk është se të gjithë i vriste, apo i burgoste, disa i vriste, disa i burgoste, varësisht se si ai i analizon të gjëra. Ishte shumë inteligjent, këtë duhet thënë, sepse një person me një background të tillë, si që thash, nuk ishte as klasë punëtore, ishte lumë proletariat, nuk ishte askush, të arrin të bëhet kryetar i Jugosllavisë dhe nga Jugosllavia krijoi një shtet serioz, nuk është se nuk të vijnë inteligenca të vijnë shumë. Kundërshtarët e tij zakonisht e keq përdorin, sepse Tito nuk ishte shkollim formal, nuk ishte shkollim zyrtar, e quajnë bravar, metal punues. Po, metal punues, po ishte shumë i zgjuar. Po, me konfrontojë, çfarë ndryshoi nga 74-a e këtej edhe me Titon? Çfarë që mund të themi ato pika kryesore? Shiko, ke parasysh, Rankovići me likuidimin e Draža Mihajlovićit, që ishte konkurrenti kryesori i Titos, udhëheqësi i çetnikëve, sërt ishin populli më i madh, të shtrit gjithandej, pra karakteristika sërdve nuk ishte si që janë Slovenë. Slovenë janë në Republikën e tyre. Pastaj Kroat po ashtu, shumica absolute. Sërbë ke pas nga Triglavi deri në Strumica, atje enklavat të ndryshme. Dhe centralizmi ju shkonte për shtati. Me kohë, Ozna, Udba, bëhet, si thëmë kështu, heqari që neve i themi këtu në Perëndim, pra bëhet menaxhimenti kryesori i resursit njerëzor. Pa bekimin e Udbës apo Oznës, nuk mund të përparoje në karrierë, bile Ozna dhe vendoste për punë thjeshta kush do të punojë. Si që ishin rejtarë, se zakonisht rejtarët ishin agentët e Udbës, ishin bashkëpunëtorët e Udbës. Të dyshoj për shumë figura në Kosovë, me këtë që më thatë. Po, ajo dihet, pra, duke i vendos njerëz kryesor në postet kryesore, Rankovići edhe u bë e kapi shtetin. Prandaj Tito është një libër një kroatit, është mik janë i tij, është interesant, aty e kam lexu me Milan Gorkiçin, që ka qenë është një tip interesant edhe ky, një komunist revolucionar i moqëm, mik shumë i afërt i Titos, gjithmonë agent i Kominternit, edhe kur ka vdek dikun 80 nëse s'gaboj. Një kohë ka qenë drejtori kësaj ndërtueses anijeve në Rijekë, një gigantit, mikja e atij gigantit, si dhe që tjetë. Po gjithmonë kishte qenë agent i Rusisë, sovjetike, bashkimi sovjetik. Pastaj është edhe një farë Ivan, apo Stevo Krajačić. Edhe ai një revolucionar i moqëm që gjithmonë kishte mbajt lidhje me KGB-n. Ky ka qenë një kohë gjatë shef i Udbës për Kroaci, ndokën pension ka pa dalur si kryetari i kuvendit të Kroacisë. Pra, gjithmonë me këta dy e ka mbajt lidhjen me KGB-n edhe kur është prish me Stalin. Si do që tjetë, mendimin e këtyre dyve fillimisht në atëfër departamentin e analizave, ku ata kanë vlerësu se është kryesorja e shërbimit të Udbës, i dërgojnë dy njerëz të besueshëm të Krajačićit.
këtë Josip Vrhović, që më vonë bëhet edhe ministri i punëve të jashtme të Jugosllavisë dhe Budimir Lonçar, që zakonisht oficerët e UDBA-s kur kanë dalë në pension, në UDBA kanë dalë në pension moshën 40 vjeçare, kanë kalu në diplomaci sepse kanë qenë njerëz të besueshëm në sistem. Pra edhe këta dy, ky Budimir Lonçar ka qenë në Washington në kohën time që majmën ambasador, pastaj u bë edhe ministri i punëve të jashtme të Jugosllavisë. Pra diku në 1964 këta e marrin atë analizën, atë sektorin për analiza të UDBA-s dhe gradualisht Tito i fut njerëz të vet aty, dy vëllezërit Ivan edhe Milan Mishković, njëri bëhet shef i KOS-it, tjetri bëhet KOS-i ka qenë shërbimi kundër zbulues i ushtrisë, kurse i UDBA-s bëhet ky Ivani atje, Milani këtu pra. Dhe gradualisht e merr UDBA në dorë. Pastaj, domethënë kjo mbledhja e Brioneve apo plenumi i Brioneve është maskaradësh. Bile sipas disa familjarëve të Rankovićit, Rankovići fare nuk i kishte ditë se çka do të jetë tema e atij plenumi. Pa aq shumë e kanë izoluar Tito. Ç'është kjo përqimi është si them, vetëm se një arsyetim sepse pas ka gjetë Tito përqim në ato kablat e telefonit në dhomën e fjetjes së tij. Pra, problemi ka qenë se Rankovići fillon të identifikohet si një lider nacional, Sërbët ishin populli më i madh, dhe Tito mund të arzonin, sepse Tito ishte kroato-sloven. Dhe ato farë, si thema, instinkti kriminal i Titos i ringjallën. Nga viti 1963 me ndryshimet e para kushtetuese që fillojnë ato amandamentimet, fillon fillimisht Harova Taceku bën ndeshje komunikacioni, aksident komunikacioni, dora e djathtë e Rankovićit, Kërcuni, Slobodan Penezići, që ishte një kohë shef i UDBA-s për Serbi, po pastaj ka qenë edhe kryeministër apo kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Serbisë. Edhe ai një nacionalist kështu shumë, sidomos pjesën e vitet 60-ta, shumë identifikohet si nacionalist serb. Fillimisht ai vdes në rrethana të paspjegueshme mirë, zyrtarisht ka bërë ndeshje, komunikacioni, por ka lloj teorie konspiracioni aty. Djali Rankovićit në një emision pati thënë se Ranković ashtu ka thënë, masi e kanë likvidu këtë Kërcunin, tash me njanjojnë mu më letë, po t'ishte Kërcuni gjallë nuk do të mundi. Kjo Kërcuni ka qenë... E mori mesazhin. Po. Dhe problemi ka qenë decentralizimi i Jugosllavisë. Rankovići ka qenë kundër sepse me decentralizimin e Jugosllavisë, Serbia ngelte pa Sërbt, pa fuqinë votuese të sërbëve të viseve tjera. Domethënë do të ngelte e vetme. Tito posaj, dy krahinave ja dha autonomin për të adopsuar edhe më shumë Serbi. Dhe ne këtu përfituam. Ne shqiptarët s'kemi luajtur kurrë roli absolut. Pra, këtu përfituam ne me këtë lëvizje. Po, kjo ishte lufta brenda llojit që përfituam neve. Ashtu siç ishin disa lufta tjera brenda llojit, kur ne humbshim, kësaj radhe fituam.
fituam autonomin të cilën nuk ishim në gjendje me e mbrojt. 89-ën, madje edhe një numër shumë i madh atëherë i quanim deputetët delegat, a delegatëve shqiptar kanë votuar pro suprimimit të autonomisë. Edhe pse jashtë kuvendit, atëherë që quhej kuvendit krajinor, pati protesta dhe u vrajtën nëse s'gaboj diku 20 protestues, demonstrant. Pa kjo është ajo, dhe është interesant këta titistët që e shërbyen sistemin, keni parasysh titistët e Jugosllavisë janë si enveristët e Shqipërisë. Shumë mirë e kanë ditë se çka po ndodh, pra gjithë e kanë ditë masakrën e Tivarit, të Sremit, edhe në Srem ka pas një masakrë në Shqiptar, luftën e Drenicës, masakrat në Ana Moral, për dikum 3-4 javë janë vrarë 8.000 qytetarë zakonshëm. Masakra ka pas në Ferizaj, masakra ka pas në Dugazhin, në Lap, pa gjithë Kosovën ka pas masakra, gjithë e kemi ditë. Prandaj, kur flasim për autonominë e ngrisin sikur ishte merit e snafit politik shqiptar, që nuk qëndron. Bile është një intervistë që për mendimin tim ka qenë shumë i sinqert, jo krejtësisht i sinqert, se edhe aty mundohet natyrisht natyra njeriu. Fadil Hoxha ka një intervistë dhënë gazetës Zëri, nëse s'gaboj ka qenë 1994. Dhe aja aty tregon se as ne thëtë udhëheqësit shqiptar nuk ishim për republikë. Gjësa Kardeli edhe Tito absolut nuk kanë qenë për republikë, sepse do të ishte një sulm më i madh mbi Serbinë se që ata mendonin. Dhe do të kishte kundër efekt për ta. Pra, Tito në dha aq sa ati i duhej për ta dobësu Serbinë. Sepse do të paraqitej në talvën, Rankovicin e largoj, po do të paraqitej një Rankovic tjetër, që u paraqitën. Është me 1977 Draža Markovici, kisha thënë në emisionin e kaluar, kisha bërë një lapsus lingua për librin e Kaltët, plava kniga se ka qenë 1877, që nuk është 1977. Pra, është bërë një farë plava kniga një doracak, si e fajnë ata pune për kryesin e komuniste të Serbisë, ku është sulmu në mënyrë shumë të vrasht autonomia Kosovës. Edhe Vojvodinës, por me tekst të veçantë të Kosovës. Por atër ka qenë Tito akoma gjallë dhe e ka stopu. Pra, për tjera shkur, bile desha ta tregoj edhe një si Hariq që ashtu ka qenë, e që mendoj se këtu ka qenë shumë i sinqert Fadil Hoxha, a i thot se nga viti 1950, po i referohem intervistës së tij, nga viti 1950, ashtu thot ai, që ajo nuk kuptohet me njëherë mas luftës, gjithmonë kam pas frikën se do të më burgosin, do të vijnë udhva, do të më dërgojnë në Qaftana, që dikun në Morinë, afër kufinit me Shqipërinë, do të m'japin disa pluma, mbrapa shpinës, do t'i thrasin mediat edhe familjarët, dhe do t'i thojë se ka tentu të ikë në Shqipëri. Bile thot akoma kam këtë frikë edhe sot. Intervista është dhënë dikun 1994. Pra, në kohën e Rankovicit, snafi politik shqiptar s'ka ekzistu dhe nuk bën që ti si them ngarkoj më shumë se aq.
heroj nuk kanë qenë, sepse të ne në Kosovë termi heroj, pa kam përshtypjen që edhe te ju atje në Shqipëri, në londineze, është bastardu, pra heroj nuk kanë qenë. Heroj është Shaban Palluzha, është Fukshin Hoti, janë njerëz që kanë dhënë jetën për kauzë. Por edhe tradhtar nuk kanë qenë. Fadil Hoxha për mua një oportunist i cili është mundu me bë gjëra pozitive sa herë që i është dhënë mundësia, pa e rreziku vetën. Gjërsa Ali Shukria e Roman Morina, këta janë ai sinonimi i tradhtarit, i esat pa shtartanave të Kosovës. Sa për ti shpjegu karakteret komuniste të Kosovës. Zoti Tali, kjo është një temë edhe për të folur për personazhe të tilla duhen më shumë se minuta, por për ta mbyllur me këtë sot, të lutem tani si u prish Tito me Enver Hoxhën? A është e vërtet ajo që një pjesë e historianëve deklarojnë sipas edhe arkivave që mënyra se si Hoxha ju drejtua gjatë vizitës në Beograd sapo zbriti nga avioni që tani duat mbash fjalën që të rikthesh Kosovën etj. Pra si u prish? Si u prishën komunistët? Unë mendoj se Hoxha unë besoj se Hoxha e ka vlerësu Stalinin më të fuqishëm që realisht ka qenë, se sa Tito. Periudhën më të vështirë, Tito e ka pas 1948 dhe 1949. Fati i tij që plas kriza e Berlinit, kur Stalini e izolon Berlinin dhe fillon tamam lufta ftoftë. Pastaj me njëherë, si thush, akoma pa përfundu kriza e Berlinit, fillon lufta e Kores, apo kriza e Kores, dhe pastaj vdes Stalin. Për ndryshe, Tito nuk do të mund të bënte ballë Stalinit. Dhe unë kështu besoj se ka logjiku edhe Enver Hoxha. Stalini ishte përbindshi, Stalini ishte fuqia, Tito, partizant Jugoslav nuk e çliruan Bashkimin Sovjetik, por ushtria kuqe mori pjesë në çlirimin e Beogradit, pra ka gjyku forca dhe nuk ka mund ta di se si do të zhvillohet, sikur që ne nuk mund ta dim se çfarë do të na sjellë nesërmja. Kjo është sipas mendimit tim. Megjithatë, tashta do të ishte më mirë të rinte me Titon. Ajo është po insistoj në këtë sepse këtu në Kosovë, tash jam në Londër, po në Kosovë apo në Jugosllavi ka pas akuza ndaj Enver Hoxhës pse nuk ka pranuar të jetë Republika Shtat, sepse do të përfitonte nga ato farë kreditet të shumta që i mori Jugoslavia, Begdeti shqiptar do të ishte si Begdeti kroat e të tjera. Që nuk është se nuk ka logjik aty, por si është ajo, kur të thehet vetura, rrugë gjindën sa të duash. Pse nuk shkove majtas, u desh djathtas, e tjera. Po unë kështu e gjykoj. Enver Hoxha ka gjyku se fuqia që donë të Stalini dhe... Pa nuk është se u prishin në këtë rast, pra, si pas e... Ja, këto janë arsjetime banale. Ai operacioni shpërthimi e përgatiti. Po shiko, si pas Jugoslave, disa qindra ushtar Jugoslav janë ndëvrarë në vetëm se përgjatë kufirit me Shqipërinë. Qoftë në territorin e Maqedonisë të sotme, qoftë në territorin e Kosovës të sotme. Pastaj, janë dikur mijëra ushtar të vrarë si provokimi që ka bë Stalini nga prej kufinit Hungarisë atje deri te kufiri me Bullgarinë. Tito ka qenë në presion shumë të madh, bile për shkak se ushtria, armata popullore e Jugosllavisë ka qenë dominuar nga
komunistët, nga revolucionarët e hershëm, e ata për babe kishin Stalinin, për sigurinë e tij personale nuk ju ka besu aty, ju ka besu Oznës. Pra, Rankovićit prandaj edhe Rankovićit si thuash i jep çek blanko për shkak se ja kryen 2 shërbime shumë të mëdha në lidhje me ekzistencën e tij. Pra, ja likvidon Draža Mihajlovićin që se ka pas let fare, sepse ka qenë një farë simboli i nacionalizmit serb dhe ka pas fuqi po ashtu, si dhe është për kujdes, apo ka siguru ekzistencën fizike të Titës gjatë kohës së Informbiros. Zoti Tali, unë të falenderoj shumë për bisedën. Ishte kënaqësi.